do të jetë një vlog ku do të tregojmë në detaj se çfarë do bëjmë ditë në Hamburg. Ky është bashkëtim, Kevi. Hi Kevi. Më ndiqni. Është ekstremisht shumë ftohtë. Momentalisht jemi në Berlin, arsyeja që po vemi në Hamburg është se Fabiana, motra ime, ka një estetik edhe ka disa takime në Hamburg. Këto takime i bën herë në muaj që lëviz nga Berlini në Hamburg. Edhe me këtë rast thash, po vi dhe unë, pse jo? Çfarë ka mundur një gjë më interesante për të bërë këtë fundjavë në Berlin? Dhe të ikim në Hamburg. Ndalesa e parë marrim për të ngrënë. Furnizohemi për rrugën. Sigurisht jemi te Edeka në lagje. Say something. Nisemi për në Hamburg. Ky është baxhja e Kevit. Dhe kjo është gruaja e baxhës së Kevit. Motra ime Fabiana. Sa po erdhëm tek puna e Fabianës në Hamburg. Themër në komfort, si ka di e shikon, erdhëm në Hamburg, doli dielli. Sa po erdhëm te Setika ku punon Fabiana në Hamburg, do na tregoj pak vendi. Këtu është vendi ku do bëjmë pastrimet e fytyrës. Çfarë shërbime ofrohet Fabiana? Atëherë unë ofroj të gjitha trajtimet e fytyrës, si me mikrodermabrasion, facial, hydrofacial dhe të gjitha në varësi të problematikave që keni ju me fytyrën. Çfarë ofroj tjetër është chemical peeling, që është për depigmentimin e fytyrës, është për aknet, për përthajën e akneve dhe kështu kalon edhe në microneedling në trajtime më të thellë të lëkurës, me kolagjen, për depigmentime dhe ashtu për post acne treatments. Tani Fabiana ndodhet përballë meje, duke parë mua. Çfarë mendon se kam unë nevojë? Ti ke nevojë për pastrim të thellë të lëkurës dhe një peeling për përthajë të akneve. Pas dasmës, shikoj si më është për lëkura. E të mërshme, ka dalë putra dhe këtu poshtë, që si ka pas kurrë. Mendon se ka ndikuar nga make-upi apo duhet të ndryshoj skincare-in? Përveç ndryshimit të skincare-it, duhet të ndryshosh edhe produktet e make-upit. Unë një concealer bëj gjithë fytyrën. Është shumë e çuditshme të rikthehem pas 4-5 muajsh në Hamburg. Më duket sikur s'jam larguar kurrë. Por shikon këtë qendrën këtu është shumë herë më bukur se në Berlin. Thua, pse ikëm? Por një gjë që nuk më kishte munguar ishte i ftohtë në Hamburg. Është shumë herë më ftohtë se në Berlin. Po prisja Black Friday të blija këpucë. Po situata është bërë shumë keq, kam shumë ftohtë edhe deri të shikoj për këpucë tani. Shpresoj të gjej një palë të sakta të ngrohta. Po më pëlqen ky modeli. Duken si uksat. Edhe më duket si janë vetëm, ja, që kanë 70 euro.
Mirë, si janë keq, shumë lirë. Edhe mund të zjaten pak. Duken të ngrota, le t'i provojmë. Tani po ham drekën darkën, noodles me patë të djegur dhe me salcë. Jemi tek Europa Pasazh. Për të ju gjithë hamburgersit e dini se po ndodhet. Ka shumë njerëz. Dhe tani sa po erdhëm në hotel, nuk pata shumë mundësi të bëja vlog gjatë ditës për shkak se ishte ekstremisht shumë ftohtë. Një gjë që nuk mungon fare në Hamburgu është ky ftohti, se fryn dhe erë dhe nuk kisha mundësi as të nxirja duart nga palltoja. Bëm pak shopping, hëngrëm drekën dhe darkën, edhe tani është ora 7. Erdhëm shumë herët, po realisht nuk po rri më jashtë. Edhe Chris's Mark ishin pothuajse full, edhe kur ka shumë njerëz, unë nuk kam dëshirë të rri sepse shtyn edhe nuk je rehat, edhe kur nuk gjen një vend për të ulur. Për referencë, për ata që nuk më njohin, unë kam në total 5 vite në Gjermani. Si fillim ka ardhur në qytetin e Berlinit, jetova atje rreth 3 vite e gjysmë. Jetova me babin, ka ardhur babi para meje, pastaj unë isha e dyta. Pastaj Kevi, partneri im, jetonte në Norvegji. Vitin e parë, ai vendosi të zhvendosej në Hamburg, sepse ishte vetëm mundësi që ai gjeti një shkollë në gjuhën angleze, duke qenë se Kevi nuk e dinte gjermanishten, dhe studioi këtu në Hamburg për inxhinieri kompjuterike. Nga kjo mora shkak që unë zhvendosa në Hamburg para një viti gjysmë. Erdhëm në Hamburg, mirë e bukur, pësova aksidentin e këmbës, një 5 muajt e parë i kalova shtrirë. Nuk ishte fort mirë si eksperiencë, por kaloj me sukses. Por në Hamburg qëndrova disa kohë, por jo tamam, duke qenë se punën unë e kam online, por takimet gjithmonë i kam nga afër janë në Berlin, edhe më duhej çdo javë të udhëtoja nga Hamburg në Berlin, dhe ishte pak nonsens që po rinë në Hamburg, dhe kështu këtë vit vendosëm të zhvendoseshim prapë në Berlin. Ishte një vendim shumë i mirë, me thënë drejtën, se plus përveç kësaj, ne kemi dhe familjarët tanë që jetojnë në Berlin, dhe këtu në Hamburg ishim vetëm ne. Jetonte edhe motra ime bashkë me ne në Hamburg, por ajo u zhvendos para nesh, u zhvendosur vjet në nëntor, në 2024. Ne këtë vit në korrik të 2025-s. Dhe po, Kevi është në përfundim të studimeve të tij, po shkruan vetëm diplomën, kështu që prandaj vendosëm që të zhvendoseshim. Universitetin tim, unë studioj për inxhinieri kompjuterike, po mendoj ta ndryshoj degën së shpejti, ta kthej në informatikë ekonomi. Për këtë do flas në temë tjetër. Dhe universitetin unë mund ta vendosja lehtësisht, duke qenë se studioj gjermanisht, dhe është pak më lehtë ta zhvendosësh në një qytet në një qytet tjetër, se zhvendosen kreditet. Dhe ja, kjo është historia ime me Hamburgun. Më shumë erdhëm pak për mall, por kaq, nuk e çfarë bën shumë në Hamburg, se nuk e se krijuam shumë miq. I takuam miq tan brenda 2 orëve, Kevi shokët e tij, unë shoqen time, dhe tani do kalojmë dhe nesër, ditën e diel, pak kohë në qytet, bëjmë ndonjë fotografi të bukur dhe do kthehemi në Berlin. Mirëmëngjes, dita e dytë sot në Hamburg. Sa po zgjuam, ora është 9:30, do bëhemi gati dhe do dalim në qytet. Këtë mëngjes ma ka shkotruar kjo puçra këtu, por do ta operojmë për pak. Më shikoni për 1, 2, 3. Në Shqipëri do të 40 lekë. Jo ta vjena, e distributor. E të mërshme. Dhe unë varet tek në informacion në Shqipëri, më dohet me atë telefon e kaudalit se më varoj në Shqipëri. Po të në shtrim. Këtu e marrë 16 euro, gjesa e mora atje. Në 22.000 lekë, prit 6.000 lekë, sepse ka super oferta. Informacia e gjithë më shtrim. Po kudo edhe tek Rosmani ishte ajo. Po Rosmani e sëndalë. Rosmani në Shqipëri, apo jo, si shetë Rosmani, dëmëja më duhet. Nuk e dja, Rosmani e dëmëja. Kishte çdo gjë, kishte edhe shampot e Marakun, ato shpërdorti, të gjitha more, të gjitha firma. Jo që Rosmani këtu dëmëj, kam shumë gjëra. Dëmëj, kam shumë, jesë Rosmani.
A dëmon e Rosmani, nuk më mend. Dëmëja se Rosmani. Shko si ka flasur kjo. Kur flas kjo çfarë më thënë? Shko s'ka duar? Marian, hajde pak. Marian. Marian, këtë Klaudalje jeshile, jo Ka është? dali. Po. E do? Po. Le dojë një mirë kivi, se ti edhe më shkollë. Futet thjesht të valigja, nuk e do. Klaudalje. Bravo. Jo Claudia. Ka Klaudalje, unë nuk e pashtë si kishte lë. Mos o buj. Se do tani që do të dhënë provën të lexosh fjalë të vështira. Çfarë? Kështu do bëjë me fëmijët e tjerë. Mendoj edhe një herë martesën. Martesa ka marrë punë të reja. Po, sa kështu do bëjmë më të fortë. Kevi. Pyetje për publikun. Nga publiku. Nga publiku, e drejt. Vjen nesër pas nesër fëmija jo. Edhe thot, Babi, dua të bëhem astronaut. ciklist. Oh, sa e rëndësh për Kevin kjo. Çfarë do i thuash? Je sportist fëmija? Futbollist, po keq akoma. Imagjino, ndërkohë ato gjysma të aty. Do të nuk do rish më, s'do rish më me Marianin, do të thënë sa ai të ka influencë. O Mariana, do ta bësh çonin e Baxhut futbollist? Do ai do ketë kot bëjtin, pastaj bëj Baxhos. Është çuni ju do jetë më i aftë se çuni jonë. Po mirë, nëse çoni juaj është për astronaut, i bëj exchange. I ndryshoj. Natën, tak, marrim të rrët. Do na shaj një gratë. Fëmija. Nuk ka lidhje, thjesht është përqendrimi i prindrit. Mariani duhet më përqendruar me një fëmijë që do të bëhet bom, Kevi duhet më përqendruar nëse një fëmijë do të bëhet astronaut. Po nëse fëmia do të bëhet futbollist, so Kevi çfarë do bësh pastaj? Ose ja, të mbështesë sigurisht, as mbështesë. Ne mbështesësh? Ti? Më shikoj një herë? Pse çfarë i themi mos e bëj? Zara babit, ajo nuk është profesion. E para, harrojmë gjë më të rëndësishme, ata që na pyesin kurrë. Thonë thjesht do marrim vendimet vetë, do të bëjmë kështu, sepse kështu ka ardhur, do vijë kohë. 4-5 vjet që do ta vendosësh ti do vej në kurs futbolli apo kurs astronauti. Ja, atë bëhet fjalë. Atëherë nuk shikoj futbolli. Çfarë do të thonë iki se vetë edhe si do vesh janë ti gjallë. Ne? Po. S'ke menduar për emër, ju pse keni menduar për emër? Ne se do vetë. Ka menduar Ka një emër? diçka këtu, Ka kemi menduar një sekret. Ka menduar një emër, po Kevi nuk e pëlqen. Thuaj, jo të shkoj gjë. Okej, mua më pëlqen emri Arbër. Arbër. Po, më pëlqen shumë se është nga Shqipëria, emri Arbër. Edhe Kevi se pëlqen, por në Gjermani tu s'ka ë, do vjen Arber. Po. Edhe ndaj janë kështu, nuk besoj. Ka gota shumë arbëresha. Arbëres, sa, mund t'i thonë. Në Gjermani. Se me shë prapë. Okej, mund t'ja shqiptojnë arbëresh? Arberesa. Jo, shën mund ta shqiptojnë të themi se të hë. Fix. Emër të gjermanizuar. Dhe ja ku jam, bëra gati. E më shumë casual sot, se do t'jem rehat. Vesha dhe këpucët e mia të reja që ju bleva dje. Bleva dhe një golf shumë cute, që do të hedh në story në Instagram. Mos harroni të më ndiqni dhe atje. Koka më çlirua pak, se kisha shumë dhive koke në mëngjes. Sikur jam ftohur pak, por shpresoj shumë që jo, se më prish shumë po unë të ftohem në këtë periudhë, se kam shumë gjëra për të bërë, shumë detyra, shumë task për dorëzuar, dhe duhet të jem work mode on 24/7. Le ta shikojmë se çfarë është. Kevi, mundesh të lutet mos i thosh pak? Faleminderit. Sa paketim kështu luxury. Ua, sa e bukur. Shka. O, se bukur. Tak zot. Shumë faleminderit. O, sa e bukur. Që nga dhe e vogël fix për këtë qënë ti. Ullëm në një furë buke. Këtu në Gjermani është shumë common dhe pish kafe të hash mëngjes në furë buke.
Edhe po presin Tapiani dhe Mariani. Po marr cappuccino tine dhe do punoj 1-2 orë të mira. Ora tani po thuaj se po shënon tren, e tani se më pak në Berlin, po presim Tapiana dhe Marianin të na vinë të na marrin. Kalon 2-3 orë të mira në një kafe që punuam. Ishte produktive le të themi e diela. Xhiro shumë nuk bëm për shkak se këtu është sot realisht, ekstremisht shumë ftohtë. Po thuaj se -3 gradë dhe mund të shikoni që po dridhem. Faleminderit që më ndoqët. Për më shumë video të tjera mos harroni të bëni subscribe këtu më poshtë. Mua!